Kur ka të hyra në shtëpi rreth 1200 euro dhe s'ka bereqet, çfarë duhet të bëjmë? Nuk është detyrimisht e lidhur bereqeti me shifër të caktuar, 1200 euro. Ndodh 1200 euro mi pas, por i harxojnë njerëzit pa hesap, i harxojnë 2000 euro, për shembull, edhe janë gjithmonë minus. Ka të tjerë që kanë 500 euro, 600 euro të hyrat, mirë po kanë harxime më pak, domethënë e nalin luksit. Kjo nga aspekti i menaxhimit ekonomik. Nga aspekti fetar, ka mundësi që njeriu është e zhytur në ndonjë mëkat të caktuar, sidomos nëse janë të zhytur në kamat. Nëse janë zhytur në kamata ekstrem e hub bereqetit. 1200, mëre 12.000 mi pas hub bereqetit, ose është luftë direkt me Allahun xhaleshahu. Prandaj njerëzit që japin kamat ose marrin kamat nuk punën me gjetë veten rahat, është njëjtë sikur se me ju hyp në krye shejtani dhe mos mi lën rahat. Ata që kanë provuar dinë më mirë se sa unë, domethënë edhe mund ta pohojnë edhe të aprovojnë diçka, veç nëse për inat e thotë jo s'është ashtu. Na s'kem punë me ata që flasin për inat. Tjetra pastaj me dhon nga pak sadak. Tjetra me unale dhe me kqyr mi shkru sa anët për një muaj, çka janë prioritetet, çka janë dorës dytë, çka janë lukse. Lukset me i largu, me dhon ka pak sadak. Pastaj me ngron buk ushqim drejk dhe dark, sa të mundeni familja bashkë njëri me tjetrin, domethënë anëtarët e familjes. Tjetra me ly prej Allahut të zgjat bereqet. Tjetra me dhon sadak nga pak. Po ashtu me thon bismillah kur të hyni në shtëpi, kur dilni prej shtëpisë, kur tani ushqim.